Përshëndetje profesor, mirë se erdhët. Mirësirgjeta, urime juve dhe urime dëgjuesve të Radio Tiranës, të cilët her pas here është mirë që të flasim edhe për gjuhën shqipe, është mirë që të ndjekin edhe të dinë se çfarë bëhet jo vetëm në librat e shkollës, por edhe kur flitet me studentët, kur flitet pra në shkollën e lartë dhe në shkollë përgjithsisht. Ju nuk i ndajeni gjuhës, profesor, ndaj dhe gazetarët nuk ju ndajnë ju kur do flasin gjithmonë për gjuhën shqipe. Mendoj se në çdo vend të qytetëruar, edhe në çdo vend demokratik të zhvilluar, siç është sot edhe Shqipëria, me ecjen e saj pavarësisht nga të tatpjetat dhe të përpjetat që ka pasur zhvillimi i Shqipërisë, Shqipëria është në një rrugë që kërkon patjetër ecjen në një farë mënyrë me konkurrencë. Konkurenca në jetë, konkurenca në shoqëri është edhe konkurencë në gjuhë. Domethënë, në gjuhë, në një fazë siç është gjuha shqipe sot, ka një konkurencë midis asaj që është e mirë dhe asaj që është e pamirë. Midis asaj që mund të vijë nga jashtë dhe që duket shumë moderne, por që në thelbin e saj nuk është aq moderne sa e mund ta shikojmë. Dhe në këtë kuadër të lëvizjeve shoqërore, të zhvillimit kulturor, të zhvillimit politik edhe të përgjithshëm të shoqërisë shqiptare, gjuha gjithmonë mbetet në një pikë të rëndësishme që i duhet dhënë kujdes, sepse gjuha edhe modelohet. Unë mendoj se shkollës, qoftë të shkollës lart, po e fillojmë nga lart për të zbritur edhe më poshtë, gjithmonë i duhet një model. Fëmia është vërtetuar shkencërisht që lind me dhuntin për të folur, por nuk lind me gjuhë. Nuk lind as me gjuhën shqipe kur lind nga prindër shqiptar, as me një gjuhë tjetër, po themi nga dy prindër anglez. Ai lind me dhuntin, me mundësinë për të folur në një mjedis caktuar sipas një modeli që i jepet. Dhe në këtë rast, nëse flasim gjithmonë dhe themi gjuha e nënës, roli i familjes në radhë parë i nënës, po edhe i mjedisit familjar, pastaj në institucionet më të para, unë vlerësoj gjithmonë edhe rolin e qerëves dhe të kopshtit, sepse janë aty ku prej modelit amnor, prej modelit të nënës shkon tek modeli i edukatorës. Pastaj shkon në shkollë dhe sipas cikleve deri në shkollën e lartë, modelet e të folurit janë ato që i prin njeriut udhën përpara. Dhe për të ardhur tek tema e sotme, temë interesante, mendoj, edhe në auditorët e universitetit, jo vetëm të rinj që i kanë takimet, kontaktet e përditshme me profesorët dhe bëjnë vlerësimin e tyre, cili flet më mirë, cili flet jo mirë, cili ju jep një model, por edhe në rastin e brezit ton që jemi tashmë jo të rinj, për të mos thënë të vjetër, mbaj mend modelet e të folurit të profesorëve tanë të shquar. Për shembull, unë mund të them se një pjesë të mirë të frazave, të sentencave, të diturive në latinisht i kam mësuar duke pasur parasysh modelin e shqiptimit shumë të bukur të ndjerit Henrik Lacaj, që na jepte latinishtin. Mjaftonte një shqiptim i bukur, i kadencuar mirë i Henrik Lacajt për ta rrënjosur fjalën në latinisht, kuptimin e saj dhe thënien. Po kështu në lëndë të tjera, për shembull, unë mendoj se edhe të tjerët, njerëzit që na dëgjojnë sot, besoj se më japin të drejtë që nëse unë shkruaj dhe kam pasur një bukurshkrim, këtë bukurshkrim unë ja përkushtoj mësueses së klasës parë Margarita Galanit, e cila ishte një mësuese me një takt të jashtëzakonshëm dhe me përgëdhelinë e saj, me afërsinë që na tregonte, thoshte, sot nuk të zysha. Nuk mund zysha do të thotë që nuk ke shkruar mirë si duhet. Dhe dëshira e nxënësve për të shkruar ashtu si thotë zysha do të thotë të shkosh në atë model që duhet. Tani vim tek universiteti. Universiteti është një takim i profesorëve me titull, me japin lëndë programuara, edhe të vështira, lëndë të karakterit të sotëm që kanë sigurisht edhe vështirësitë e tyre për të përvetësuar, po edhe për të shprehur. Dhe këtu kemi një problem që besoj duhet ta njohim, ta përfillim dhe t'i japim rëndësi. Janë ata që e din mirë lëndën dhe e shpjegojnë shumë qartë, janë ata që rreken të shpjegojnë qartë por nuk kanë arritur sa duhet në njohjen e lëndës, dhe këtu qalon për shembull problemi i termave. Ka shumë rëndësi që çdo lëndë të ketë terminologjinë e saktë. Profesorët e mirë janë ata që në fillim të lëndës bëjnë shpjegimin e termave, jo në kuptimin për të lexuar një fjalor, por për të treguar se cilët janë ata terma me të cilët lënda do të nujtohet dhe do të ketë si boshtë. Për shembull, duke marrë lëndët e mia në lëndën e dialektologjisë, është e rëndësishme që studenti që vjen me njohuri për gjuhën që i ka marrë në lëndën hyrja në gjuhësi, duhet të di mirë se gjuha ka edhe dialekte dhe këto janë
degëzimit e para, pra ai duhet të di që termi I parë është termi dialekt. Pastaj vjen termi I nën dialektit, do të thotë një degëzim I dytë më I vogël se dialekti, deri tek degëzimet e tjera që janë e folmja një krahin, e folmja një qyteti dhe e folmja e individit ose I dialekti. Këta terma janë të tillë që në qoftë se I shpjegon qartë që në orën e parë të mësimit, sigurisht që do të ketë nevojë për një sasi kohe, por kjo kohë do të kthehet pasaj në një shpërblim shumë të madh për pedagogun, për vetë auditorin, për vetë studentët, sepse duke kapur thelbin e termave, ata do të shkojnë duke u zgjeruar dhe lënda do të shkojnë nga e afërta tek e largta dhe ka gjithmonë një bosh të qartë. Ka një bosh të qartë që edhe kur termat janë në gjuhë huaje, sepse lëndët shkencore nuk mund të jenë të gjitha vetëm me fjalë shqipe. Pra, unë për shembull jam titular I dialektologjisë dhe sociolingvistikës, jam ndërkaq luftar për pastërtinë e gjuhës shqipe, por nuk mund t'i them shqip të gjithë termat e këtyre lëndëve, aq më tepër që janë lëndë që bëhen edhe në vende të tjera. Çdo vend ka gjuhën, ka dialektet, ka sociolingvistikën, ka etnografinë e të folërit. Këtyre elementeve profesori, pra, qoftë kur është I ri në moshë, qoftë kur është me përvojë, me thinja, me rrudha, duhet të jetë në një mërues përbashkët, pra, të jetë I qartë në atë që thot, të jetë I kufizuar mirë në brendin e terminologjisë përkatëse, pastaj të lërë dorë të lirë studentët të cilët të lexojnë, të kenë mëdyshjet e tyre, të zgjidhin mëdyshjet duke dëgjuar, por edhe duke vlerësuar, edhe duke lexuar. Profesor, ne kemi një situatë të re tani në universitete, pasi një pjesë e madhe e pedagogëve kanë përfunduar studimet jashtë vendit. Dashur pra dashur, ata si thua kanë rrënjosur fjalë dhe shprehje të gjuhëve të huaja nga vendet ku ata kanë studiuar. A nuk rrezikohet gjuha shqipe pikërisht në këto raste nga këto pedagogë? Dhe a mund të mbrohet gjuha shqipe në auditorët? Unë në vitet e fundit e kam ndjerë këtë edhe si fryt I kësaj dëshire, I këtij problemi që ka dalë, ka qenë edhe libri im Si të shkruajmë shqip, I cili një farë mënyrë është përgjigje e një kërkese që del në gjithë universitetet në Shqipëri, po edhe më gjerë, arti të shkruarit. Arti të shkruarit në kuptimin jo thjesht arti të shkruarit të letërsisë artistike, arti të bëhet të një eseje ose të një hartimi ose të një trajtese, por si duhet të shkruajmë për probleme universitare. Nga kjo pikpamje mendoj se duke synuar që ne shkollimin ta bëjmë mbi bazën e cilësive të reja që I sjell padyshim edhe specializimi jashtë shtetit. Dhe kjo është një gjë e mirë që I ka ardhur shkollës shqiptare, që njerëz që kanë studiuar jashtë për disa vjet kthehen dhe bëhen mjek, bëhen inxhinier, bëhen drejtues të bankave, bëhen drejtues të bizneseve dhe është vërtet mirë që ata dijet e tyre I zbatojnë në Shqipëri. Vetëm me një kusht. Si e thoshte shpesh Qerem Shabej, me të cilin përveç se kam pas profesor, kam qëndruar 10 vjet në një zyrë në Institutin e Gjuhësisë. Ai që është specialist për diçka, vetëm ai mund ta di, thuhet apo nuk thuhet shqip. Unë si gjuhëtar nuk mund t'i këshilloj një inxhinieri që ta përdorësh këtë term ose të mos e përdorësh. Unë mund t'i them që është mirë që ai me dijet e veta të shikoj, a thua mund të thuhet shqip? Ajo që unë ju kam thënë gazetarëve në përgjithësi është, në qoftë se flasim për pamjen e jashtme dhe shumë kush lakmon ta thot Luku, unë them, jo mos e thuaj, po them, pa shiko se ndoshta pikërisht ti që merresh me pamjen, me hijeshin, me konkursin e bukurisë ose me elementet e stilit në kuptimin të veshjeve, qoftë burra qoftë grave, ndoshta ti gjen një fjalë të bukur të atij lloji që ajo zërrënj, sepse për të zënë një fjalë nuk mjafton të jetë I drejtë këshillimi. Duhet gjetur edhe mënyrën për ta dhënë dhe ajo që e bën fjalën të rrënjoset është modeli dhe autoriteti I atij që e përdor. Dhe unë mund të them që autoriteti I fjalës së thënë bukur në radio, në televizion, në mjetet publike, përfshirë edhe auditorët e universitetit është ai që zërrënj. Gjithë jetën jemi përpjekur të ngjajmë kujt, o e Qerem Shabejt, o Alex Budës, o të dyve së bashku. Dhe në kjo në universitetet e tjera, në Shkodër, emri I Kolashtës ka qenë një emër I lavdishëm si profesor letërsie I cili shpjegonte kaq bukur sa studentët e adhuronin dhe përpiqeshin sigurisht të ngjajnë atij. Në këtë kuadër unë mendoj se jam në rrugë të drejtë kur them që kritika më e mirë është ajo që nuk bëhet. Domethënë të synojmë të bëhemi fjalë bukur, të synojmë të flasim qartë, të synojmë ta themi shqip atë që mund të thuhet. Ajo që nuk mund thuhet, sigurisht do thuhet në gjuhë huaj, por prapë duke bërë shpjegime. Domethënë, jashtë tekstit, në auditor sidomos, duhet bërë që kjo terminologji, ky term, kjo fjalë, ky koncept mund të thuhej edhe shqip kështu, por del gjatë. Pra, duke parafrazuar në gjuhën shqipe, fjalë ndryshme dhe mund të ndodhë ajo që ndodh shpesh dhe është e bukur. Për shembull, kur doli për herë të parë në përdorimin e gjerë të studentëve kompjuteri dhe përdorej shpesh për shembull passwordi në vend të dhe unë nga studentët të mi kam dëgjuar që në mëdyshjen si ta themi, si mund ta themi,
vetë studentët filluan të thonë fjalë kalim, pra ajo passwordi si një kalk në gojën e studentëve, fjalë kalim është mjaft e bukur dhe nuk mund t'i thuash jo. Pra ka nga ata që vazhdojnë të thonë password, ti vesh materialit një password, por ka edhe ata që po e thonë shumë bukur, ti vesh një fjalë kalim. Pra marrëdhënia profesor auditor në kuadrin e sotëm është një marrëdhënie që jo vetëm mëson, jep mësim, por edhe merr diçka. Dhe besoj se për të mos u vjetruar, profesori duhet të ndjek gjithmonë se ku shkon gjuha, ku shkojnë studentët, çfarë lakmojnë ata, si synojnë të jenë. Në ditën kur profesori e shikon që studentëve nuk u shërben më si një model i mirë, si një model për tu ndjekur, atëherë ai do të bënte mirë ta kuptojë që duhet tërhequr. Pra është njësoj si prindi. Prindi i shërben fëmijës si model për të rritur, nuk ka fëmijë në botë që nuk synon të bëhet. Në fillim si e jema dhe si jati. Pra si jati në punët që janë punë të forta, punë burrash dhe si e jama në ato që janë elemente për gatimin, për veshjen e tjera. Pastaj del më tej në jetë dhe zgjerohet modeli. Zgjerimi i modelit megjithatë mbetet te modelet më të mëdha. Unë them se gjuha shqipe ka sot edhe probleme, shqetësime nuk besoj, sepse sot është gjuhë e shtetit, bile mund të themi gjuhë e dy shteteve, e më shumë shtete se një shteti. Fakti që sot në Kosovë ka një hapësirë universitare ku flitet gjuha shqipe, ku shkruhet gjuha shqipe, ku lexohet në shqip, ku fiksohen, ku studiohet gjuha, studiohen dialektet, do të thotë se ne jemi më të fortë se sa disa vjet më parë. Dhe nga kjo pikpamje frika se çfarë ndodh gjuhës shqipe, kjo është e kotë sepse këtu është si problemi i ujrave, kur bien shirat, shtohen ujrat nëpër rrejt e lumejt, turbullohet pak, por pas turbullimit vjen kthjellimi dhe unë jam i bindur që gjithë kjo pasuri gjuhësore që vjen nga trevat është më e fuqishme se sa ajo që vjen nga jashtë, nga anglishtja dhe tjera. Këtu ka një gjë, është pak në mod një farë anglofilie, ta themi, anglishtofilie. Nuk është fjalë vetëm për një okay ose për një look që e përmendëm. Bile më ka bërë përshtypje deri fjala e bukur shqip që mirupafshim. Gjuha shqipe është gjuha që ka një bukuri shprehjesh që fillon me tundja tjetër që se ka asnjë gjuhë tjetër në botë. Pra tundja tjetër është një gjë shumë e bukur. Ka shprehje si ajo shkodranëve që thot tamarsha. Tamarsha do thot tamarsha të keqen. Është një vetë sakrifikim në gjuhë që thot vetëm shqiptari e kurkush tjetër. Pse shqetësohesh më tamarsha? Kjo fjalë një shkodrani ose shkodrani të jep zemër, të bën ta duash jetën. Dhe e tillë është edhe shprehja mirupafshim ose mirupjekshim, sidoqoftë. Ka filluar ta përdorin pak si një kalk nga anglishtja, si ju, shihemi, se shihemi, pra nga kjo pikpamje unë mendoj që mirë është që ta mbajmë gjuhën dhe një shkrimtar i cili besoj është nga shkrimtar shqiptar që meriton nderim është Dritroj, i cili thot shpesh përsëri thot gjuhën qoftë shkrimtarët, qoftë njerëzit në përgjithësi duhet ta mbajmë të njohëm si një pjeshk. Pra kur flet bukur duhet të ndjesh lëngun e shqipes. Unë e kam përmendur ndoshta edhe në herë tjetër, por nuk mund të rri pa e përmendur bukurinë e të folurit që jepte Ramadan Sokoli në bisedat e tij në radio, kur nuk kishte dal kaq masivisht televizioni, por edhe në vimësi, sepse radio ka vlerat e veta, dëgohet edhe në raste kur nuk mund dëgjohet televizioni. Unë për Ramadan Sokolin, për Vedat Kokonën, e kam ndërprer gjithmonë punën për dëgjuar se mrekullohesha sa bukur e flet shqipen një njeri i cili veten e vet e quante muziktar dhe jo muzikolog. Pra i dukej se ajo muzikolog sikur është e huaj një muziktar. Pra njësoj si faktar, si furtar, si druvar. Pra ideja e të thënit shqip të një gjëje që është edhe shkencore, edhe artistike, edhe shumë e lartë për ta themi. Nga kjo pikpamje mendoj që detyra duke shkuar tek tema, tek pyetja që keni shtruar sot, është që profesori kur flet në auditor nuk mjafton vetëm dijet që jep, nuk mjafton vetëm ajo që ka shkruar dhe që ja thot studentëve, por duhet mendoj edhe çfarë po mbjell me atë që thot, çfarë mënyrash të thënit tipike ka, ku do ta imitojnë studentët dhe ku do ta shpotisin studentët. Dhe unë jam i bindur që studentët edhe kur të detyruar nga turistnia e notës nuk guxojnë ta thonë profesorit që nuk flet bukur, që flet me fjalë të mëdha, që mburret më shumë me fjalë, ta themi, e ka një shpotitje nga studentët. Pra, mirë është që të na marrin si gjë dhe si model, po të mos na shpotisin. Profesor, nëse do të theksohet tendenca për të përdorur shprehje të huaja, jo vetëm nga studentët, por dhe nga pedagogët, shprehjet e përditshme, ti lëm konceptet shkencore se ndoshta aty janë të detyruar pedagogët që konceptet ti shpjegojnë gjë tuaj. Por nëse do të theksohet tendenca e këtyre fjalëve që thamë ne jo hi, jo by way ose listen to me që i përdorin shpesh, a nuk do të rrezikojë seriozisht gjuha shqipe?
bëhet mirë që më pyetet, rrezikohet ajo që quhet sot etnografia e të folurit, domethënë mënyra e të folurit, pjesa etnografike. Unë ju jap shpesh detyra studentëve dhe një studente në detyrën e saj shkruan thotë është varfëror gjuha në universitet dhe ne nuk kemi më përshëndetje. Pra shkon në një universitet në Itali dhe dëgjon bona lezione, bon esame. Pra leksioni i mbar, provimi i mbar. Tek ne është zbehur, pra ka ardhur një mënyrë të folur shumë e krasitur, shumë e tharë. Një ditë diskutoja rrugës me ti me shoqe një studente, si gjithë të tjerat, mirë profesor, kjo përshëndetja mirë profesor, është vërtet një gjë shqip, nuk ka ndonjë gjë nga pikpamja huaj, por është e huaj në kuptimin që nuk është normale, mirë profesor, do thuash mirë mbrëma, do thuash mirë mëngjesa, do thuash ditën e mirë, do thuash ku diun çfarë, pra italianët me që i kemi afër kanë plot gjuhën, kanë buongiorno, po kanë edhe buona giornata, kanë bon lavoro, kanë bon esame. Në këtë kuadër mua më qanë zemra, pra që mund të mos merremi kaq shumë me këto elemente të vogla të thënë anglisht, por të merremi me gjëra më të bukura që thuhen në shqip, pra të mos humbim atë që është edukata e përjetshme e shqiptarëve, e njerëzve me shkollë, e njerëzve me kulturë, që gjërat ti themi edhe pak shqip, domethënë të merret të dalë se jemi shqiptar, përndryshe po të shohësh vetëm dy aspekte të vogla në dukje. Mënyrën si flasim me njëri tjetrin shkollarët dhe çfarë shkruajmë në mesazhet qoftë edhe të fshehta me friends, me miqtë e me tjerë, mund të dalë pra që jemi gjysmë analfabet, sepse i biem për shkurt, i shkruajmë pa kujdes. Kjo një dëm e shkakton, por nuk është një dëm që të kushtërimohemi, që të alarmohemi, është një gjë që mendoj që njeriu duhet në çdo gjë që shkruan të mendojë se mund edhe të mbetet. Ju kam thënë studentëve, po e them edhe këtu ta dëgjojnë të gjithë ata që dëgjojnë Radio Tiranë dhe mendoj të jenë gjithmonë më të shumtë që njeriu kur është i ri ndonjëherë nuk i vlerëson ca gjëra. U them studentëve kur shkon një ekspozit dhe mendon të lësh një gjë të shkruar, mendoje mirë se nuk di se çfarë do bësh. Ti shkruan një gjë dhe mund ta bësh me gabime drejtshkrimore, po ndoshta do bëhesh ministër, se të ecë fati dhe le të ecë shumë mirë. Dhe kur të bëhesh ministër dikush do thotë po shihmo si ka shkruar, ky nuk di të shkruaj kur ishte student. Pra është mirë që njeriu ta mat çdo gjë me syrin e asaj që mbetet. Dhe ne për shembull jam i bindur, po ta shikojmë veten kështu dhe të përgjithshmen kështu, çdo ditë do të bënim mirë sepse me atë që themi ne o bëjmë mirë o bëjmë keq. Edhe kur shkojmë në rrugë, ne vim në shtëpi edhe çuditemi, unë si gjysh, ju si prind, të gjithë çuditemi kur dëgjojmë një fëmijë të vogël që vjen në shtëpi dhe përdor sa fjalë që as i jati si përdor, as e jema, as gjyshi, as gjysha. Ku i mësoj këto fjalë? I dëgjoj në rrugë. Domethënë edhe çfarë flasim në rrugë, në një farë mënyrë është mirë ose keq për gjuhën. Ajo që shkruajmë është mirë ose keq për gjuhën. Kujdesi, pra mendoj unë që kujdesi edhe vëmendja janë dy gjërat që i kemi harruar ndonjëherë. Vëmendja ndaj gjuhës së shkruar është shumë e rëndësishme sepse ajo që shkruajmë edhe do të flitet, edhe do të mbetet. Pra, vëmendja e shtetit, vëmendja e shoqërisë në përgjithësi, pavarësisht nga problemet e mëdha, njeriu kur nuk ka ngrënë bukë do të haj bukë. Nuk i shkon mendja shkruhet buka me ë në fund pa h në fund. Por kur shkon te një dyqan, duhet ta ketë të shkruar si duhet, pra, sepse ne kemi shkon për të bler djathin edhe dikun është djathë me ë, dikun është pa ë. Tani këtu do thotë se diçka nuk shkon. Djathi ai pa është. Por problemi është që nuk shkon shoqëria, bashkia, njerëzit që merren me këtë punë nuk kanë kujdesin që thonë ti shit djathin, e ke licencën, e ke lejen, por duhet ta shkruash kështu. Kjo është një gjë shumë e vogël dhe dikujt mund thotë, ama edhe me këto po merret profesori. Kjo është gjuha jonë. Njerëzit çdo gjë që e shohin të shkruar e marrin si model. Atë që shkruan një gazetë, ai që nuk merret me gazetari, që nuk ka nge, të merret me punë gjuhë dhe gazetari, ai kujton se kështu shkruhet. Po përmend një gjë që është e vjetër, por mbetet e ditës. Kur ishim në institut të gjuhësisë, isha punonjës i ri dhe bënim një shërbim të këshillave gjuhësore. Pyeti dikush si duhet ta shkruajmë numri apo numuri me u. Dhe unë i dha shpjegimin që duhet numri, sa është njësoj si emri, po mirë më tha, po unë kam parë të shkruhet në gazeta dhe përmendi gazetën kryesore të kohës. Unë kam parë të shkruhet në gazetë kështu. Domethënë, ajo që shkruhet në gazeta, në revista, në libra, në veçantë në librat e shkollës. Dhe unë po bëj një kritik kështu dashamirëse, por në librat e shkollës, deri në librat e letërsisë, gjëra që ne i kemi kritikuar, për shembull, si duhet thënë mi gjeni lindi apo mi gjeni u lind, në dy mënyrat, o mi gjeni lindi o mi gjeni leu, siç është thënë dikur, asgjë të keq s'ka dhe po ta themi është normal. Po mi gjeni u lind nuk thuhet, sepse është një kalk nga gjuhët e huaja, është si thuash një përkthim jo i mirë nga radillsja, u lind.
këto mënyra duhen njohur dhe duhen mendanuar, qoftë nga leksioni i folur, qoftë nga librat e shkruar. Dhe të tilla për fat të keq na përvidhen në të gjitha shkrimet që bëjmë. Dhe në këtë rast gjithmonë me dashamirësi them që edhe mua nëpërmjet kompjuterit në gjë më shpëton. Kur e shkruaj vetë jam edhe daktylografist dhe si daktylografist mund të mos jem aq i mirë. Pra mua mund të më shpëtojë them këshut në vend të kështu. Do par, duhet një sy i freskët, duhet investoj më shumë në botimet shkollore, sidomos në ato që bien në dorën e studentëve. Nuk është e mjaftueshme që thuash këtu ka një gabim shtypi. Të gjithë na ka ndodhur. Duhet mos ketë asnjë gabim, me qëllim që studentët të mësojnë ta marrin modelin që ajo që vjen e shkruar nga profesori në librin e tij, në artikullin e tij, në leksionin e tij, duhet të jetë pa gabime. Vetëm kështu tradita shkon. Pra, alarm nuk ka, por një shqetësim mbetet dhe besoj se ky është. Edhe një pyetje profesor, për të mbrojtur gjuhën shqipe, për ta ruajtur atë, duhet ta lëmë vetëm në atë fazën e këshillave apo të kujdesit, apo kemi mundësi domethënë edhe në rrugë ligjore të mbrohet gjuha shqipe? Zonja Kozeta, unë besoj se këtu duhet jemi pa aq të rrep sa që kanë qenë latinët që thonë dura lex set lex, që do të thotë ligji është i ashpër, por është ligj. Dhe jam i bindur që ka qenë mirë kur shteti e ka marrë në dorë punën e gjuhës dhe ka qenë një vendim i, si i themi sot me termin, një VKM, që është i 74, si thot, pasi kishte dalë drejtshkrimi njësuar dhe rregullat e drejtshkrimit, thot që të përdoret, të zbatohet drejtshkrimi njësuar në të gjithë praktikën shkrimore dhe botuese në Shqipëri. Ky vendim ka shkuar edhe në hapësira tjera që nuk ishin në Shqipëri atëherë, edhe nuk janë edhe sot, por janë hapësira shqiptare. Dhe ka qenë gjëja më bukur që shqiptarët kanë bërë që drejtshkrimit i kanë dhënë kujdes, kanë bërë biseda për njohse për drejtshkrimin. Në ato vite unë kam qenë një pedagog i ri, një punojës i ri dhe edhe në televizionin shqiptar, edhe në radio, televizion në përgjithësi kemi bërë biseda për ta njohur me qëllim që folësit duke ditur si shkruhet edhe si shqiptohet të japin një model të mirë. Dhe unë besoj kam jo vetëm detyrimin, por duhet ta them që në këtë hulli radio dhe televizioni i atëhershëm bashkë me televizionet dhe radiot e sotme kanë bërë një punë shumë të mirë sepse u kanë dhënë shqiptarëve një model si mund të shqiptohet mirë. Kjo punë duhet vazhdojë më tej. Mua më duket se kujdesi është lënë, domethënë ha më tani këto punë të gjuhës dihen, por edhe nuk dihen. Dhe unë jam për një mbrojtje zyrtare të gjuhës. Jam shumë i gëzuar, e kam thënë edhe herë tjera, jam i ngazëllyer që në Kushtetutën e Shqipërisë ka një nen që thotë shteti shqiptar merr në mbrojtje gjuhën shqipe. Shteti pra duhet që të ketë më shumë kujdes për gjuhën dhe të shtrëngojë pak edhe me masa, sepse pa masa shtrënguese nuk bëhet. Nuk është puna këtu për të vënë gjoba, është puna për të kërkuar që gjuha të zbatohet mirë kudo që shkrohet. Unë jam i bindur se Kozeta, unë mendoj se penalizimi më i mirë vjen nga ajo që jep fryt, pra sa zërrënj. Një gjë e kujdesur është e tillë që le të zërroj, pra e mbjell, është si fara e bujku më i thjesht, e zgjedh farën, ato kokrat më të mira i ruan për t'i mbjell. Pra këtë gjë do bëj edhe njeriu kur shkruan. E shkruan në dorë të parë, duhet ta rilexoj një herë për ta gjetur, qoftë vetë ai, pa nëse ka edhe mundësinë që t'ia jap dikujt ta shikoj. Pra sot për shembull, ajo dëshira ime nuk është thjesht një dëshirë. Njerëzit që merren me veprimtari shtetërore, politike të tjerë, kanë një njerëz që edhe i shkruan, pra ato idetë që jep ai shkruan dikush. Ky njerëz që shkruan duhet të jetë ai që ka shkollë, ka shkollën për katse, pra ka bërë dhe ne shumicën e punojësve i kemi zonë o me shkollë filologjie, o me shkollë gazetarie, do të thotë që kanë bërë një kurs lënd ose disa lënd të formimit gjuhësor. Por nuk heq dorë edhe nga kjo që si një ide në gjitha universitetet sa kohë që gjuha shqipe në vitet e fundit herë është bërë bashkë me letërsinë, herë është bërë më pak se sa duhet, nuk është të keq që të ketë një lënd si të shkruajmë, pra mjeshtri shkrimore, ndaç ta quajmë arti të shkruarit, ndaç ta shkruajmë si të shkruajmë shqip. Un jam partizani i thënave më thjesht, më qartë, më bukur, si të shkruajmë mirë shqip. Ne kemi pas bërë një vit e gjysmë gjuhën shqipe në fakultet. Dhe unë mendoj se edhe në profile tjera, për shembull në fakultetet të mësuesisë, në Vlorë, në Gjirokastër, në Shkodër ku ka, mirë është që përveç lëndëve mirëfilli gjuhësore, morfologjia, sintaksa, të jetë një lëndë e disiplinuar si të shkruajmë, pra të di që ku shkruhet, për shembull gjëra më e thjeshtë, ka njerëz që para e tjerë në fund të vënë presje. Gjuha shqipe nuk ka nevojë e tjerë sepse ajo është njësoj si dhe. Pra para lidhjes dhe nuk vjet presje. Dhe para e tjerë nuk vjet presje. Ose si shkruhet me kurtim,
faqe, shkruhet FQ apo shkruhet F. Norma më e mirë, më e thjeshtë dhe më e pranueshme është vetëm një F pik. Këto duhen mësuar nëpërmjet shkollës, pra e ulëm pak ndoshta nivelin e bisedës në gjërat imta, por pa gjërat imta nuk shkojmë përpara dhe unë mendoj që për ta përmbyllur këtë që tham sot, kushtrim, alarm nuk ka, por shqetësime të vogla për gjuhën shqipe ka, dhe këto shqetësime me pak kujdes, me pak vëmendje, edhe me një shtrëngesë zyrtare, shtetërore, nuk i bën keq që njerëzit ta dinë se po nuk e shkruajnë në rregull një shkresë, nuk ta pranojnë. Kjo pastaj do sjellë që deri tek ato që shkruajmë në Facebook njerëzit të kujdesen, shikoj se mos e shef dikush. Nuk është puna se do t'i gjobisin, por është puna se do t'i shpotisin. Ndoshta është ajo që duhet të evidentonim gjatë këtij emisioni, që pikërisht kemi hedhur një ide shumë të madhe, ndoshta ju e keni hedhur dhe më parë, por ky emision e përcolli sot për të pasur një lëndë në fakultet të veçantë si të shkruajmë shqip. Besoj se është mirë të bëhet dhe do të ishte mirë për ju si Radio Tiranë dhe personalisht për ju Kozeta, që këtë nismë e themi e shprehim sepse le ta bëj dikush tjetër, nuk duam autorsiren, si ka që të bëhet dhe u bëfshin gjërat mira. Le të shpresojmë që ka shkruar në veshin e duhur, profesor. Ishte shumë kënaqësi që ju kishim sot në studion e emisionit tonë. Faleminderit, ju falenderoj.